Pra Ibn Jauzi rahimullah në i përmend disa pamje, disa kuptime, në i përmend disa pika të cilat është problem njerëzit me u kujtu, por duhet me mësu përmendsh. Dhe sërt provokohet nefsi, ja aktivizon këto drita. Dhe këto me lejnë Allah Gjellera e fikin atë dritën që po dënë ty me dëvërbu shejtani mës me papë. Prandaj Ibn Jauzi rahimullah thot, unë ti do drita më të forta se tina. Kur të alçosh ti, ika jap. Po është duhet me pas gjithmonë me veti me i dhezë. Se ti milion të shtëpia drita mund veç pak se të më shku mi marrë problem. Apo është problem nga se fuqia e ditës nuk të lënë më këthy jap. Andaj mundohemi i pas nga të vetja. Cilat janë këto drita? Po që i ditën nga se me të vërtet e ndriqojnë rrugën tonë. Se ka qytë i Ibn Jauzi drita. A i ka qytë pikat për zimë, po me të vërtet janë drita që na ndriqojnë rrugën që të shohim atë që dënë të na verbën shejtanin te. Që të shohim. Dhe jam i bindur Allahi se ai që i pravan që të pika, i dhezë që drita, nuk ka shans me e verbu shejtanin. Kur? Nuk ka shans. Ai që i aktivizon që to, në qatë moment që i ka të aktivizuara, rahat është. Mos ki gajle. Kimi ngu, të vetë kimi ngu. Që si kam lidhë Ibn Jauzi rahimullah. Dhe në fund, të jep hedije Ibn Jauzi një rast. Në histori, që qështoja ka bëhë ti, e përmenë vazhdimisht dhe dhush po vëlla, që qështoja ka pa bëhë. E thjesht. Veç dush me ditë me aktivizu. Mi dhezë. Pika e parë, thot Ibn Jauzi rahimullah, është të menduarit dhe të medituarit se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk të ka kriju për qëtë punë, po të ka kriju për diçka tjetër. Për shembull, ai që i vjen shansa me pi alkohol, apo e aktivizon me njerëz, ka dalë. Allahu nuk të ka kriju me pi dynën e kësaj bote, të ka kriju me pi alkohol në asaj bote. Ai cili për shembull e ka problem shikimin me kështu në haram, apo i thot nefsit edhe zemrës dhe syve, ka dalë. Se Allahu Gjallahu Ala këta syt i ka kriju me pëshyr në Allahun, jo në haram. Andaj dëmon ti mos i keq përdor se i devalojnë vlera. Edhe njëri i nalë, kjo ditë e fort është, vallaj kush ka mos i këtë ditë me s'ka vezveze që jenë puash këtë ditë. Në ti si janë këtë botë, që kësu se pëtët Ibn Jauzi rahimullah, mos ki gale, nuk të hub kja, veç po të pret një me e mirë, mëse prish që të aftë, se si kriju për që to. Sikur se njerës për shembull që njëri ka pare me veti, jep dikush do pare, edhe thot, hajtë shka që atje pusha pa, knaqo, ose shka që atje haqiti. Apo? Edhe i tush për rrugës, në stacionin e pare i del një hotel i mirë, ato. E njës me argjit, ka dalë vërla, po në shumëri që to, këtë e marrë veç me flajtëne, këto pare sa ju në këmë i argjit, vëllaj, kur kërës ti merë se tuja tjetë, veç dush me rriti kën tjetër ato. Që kja është? Që ta suj që Allah t'i ka jap, këta verë që Allah t'i ka jap, këtë goj që Allah këtë, më s'kigale, ki mu knash me ta, ki me këqyre, ki me hamere, gjithë më s'kigale. Dhe që të s'është bo, që të nuk është bo që kjo, për që pak ma tonë është ato. Kush e bon që ta, vjen haram? Ai që i vjen risku haram, apo, do me zga dorën, i aktivizot të ka dalë, që të riski ki, më s'kigale, veç prit mas 5 dakika i me halal të vina, a ka mundë si dikush me marrë diqka që ka Allah s'ja ka bërë risk? Në thë Allah, ti këmbo të risk 500 euro. Në thë po Allah ti 500 halal, veç në 500 haram, një 1000 që tu bënë në bërë. A ka mundësi? S'ka mundësi. Vëllaj, krejt që ka të merë risk e ki. Veç e gut ti, veç e gut njeri atë. A njeri dhe të ka dajë vëllaj. Që tu 500, apo, mas 5 dakikave të vinë, mos ki gale. Bo ki edhe ma mirë të vinë. E bo sa avër atë. Se Allahu Gjellewala si ka bo për ty. Sën tu e to. Dikuj të drejmë të leja il ti maraj, i merë ti mos ki gale atë. Aktivizaj këtë dritë, imposh dritët e iblisë të fërë. Gjdo kush, mere, vëllaj, gjdo vezvese mere, gjdo cytje që shejtanit të bërë. Për shembull për punën e mbulese që thojtë. Mbulimi bukurive, Allah ka kriju këtë bukuri, pëse më mbulue, kësi sa në që klasë këtë. Edhe pëse kjo është e pavërtit, nuk ka rrala të. I përthime që Allahu Gjallahu Ala s'të ka si në dynja me i shfaq bukurit. Kimi i shfaq më s'ki gale. Vëllaj t'i kun shumë më mirë.
Me një dynja s'ka pru Allah për këtë punë, mos veç pak maraton kimi shfaq, veç sabër. Edhe kryet atë. Andaj të menduar të vazhdueshëm, për çka të ka pru Allahu këtë? Dhe se të njëjtë kimi marr pak maraton shumë më mirë, edhe marr atë më halal, të mundson që kjo dritë e mposhtë, bajegi shumë ditën që e ka ndezë shejtani aton përmet vërgënu ty, mos më pa udhën ka pojesat. E dyta, thotë Ibn Jauzi rahimullah, mendo o njeri, o ingrat, mendo thot, sa begati dhe sa vlera i ka humb njeri për shkak të pasimit një jepshet. Mendo iblisin, çfarë ndërime ka pas? Apo i vetmi pe gjinve që ka pas hisën shoqin e me lajkeve. Është sjellë për qiell, ka dënë, ka e Allahu që të gjenë në uar. Një pasim i jepshit, kibri, një pasim i jepshit, apo krejt që tuja ka hupër. Sa njërë është, subhanë, rahat është, mirë të shpia, rahat me familje vetë në tonë, kojtja e kështin haram, i prishit familja, i prishit raportet, bakja vetë shkon në burë, shpatalovën fëmija, për një sen, një pasim i jepshit sa shtret ka mundësimit kushtu optën. Menaja këtë punë, sa shtret ka mundësimit kushtu optën. Vallaj ka mundësimit kushtu me jetë, me komplet jeta, edhe familja me shku, për një epsh, aja vlerë. Sigur se Ibn Qayyim rahimullah, atë muezinin që ka qenë në Bagdad, ka i minara dhe ka këqyrë në shpit këjshi, se ka pa një femën të bukur, ka zbrit, dhe ka kërku dorën e saj, ka do është halal me e marë. Mirë për i ka thonë, unë e smuna pa orë baba, kër ka orë baba, ka në tje muslimane e në krishterë, nëse e epëm, vajza tona muslimanve, ndroj e fejnë, shka në shpe, sellu, pështellu, e ka shti vetëm luka pëtash. Edhe thot, a i se pëndroj tani e ndroj e peta të. Veç të marrë një herë. Pëndroj veç të marrë një herë, veç të bëj letrat një herë. Tani ndroj e peta, në këthena. E ka nërru, hala pa i marrë letrat e ka marrë Allah u shpirt në të. Edhe ka shku të ka Allah Gjallahu Ala në grupin atyne që Allah u ka djallë. Qka e ka qute këtë gjuna i madhë? Wallahi një shikimi thjeshtër. E vogël kja. Qfar pozite, me zin e ka pas pozitën, e ka pas në gjami mu falë gjdo vakë, ka thonë pejgamberi s.a.s. muezinat ka me pas qafën ma të gati mul qiyame, me të kuptim të vlerës, ka mu dalu për tjerëve apëtën. Tënë këtë vlerë e ka e pa Allah Gjallahu Ala, i ka prish, këtë i ka gju, për shka? Për një kojtje, për një epsh, dvogël thjesht shkutat. Kërse më një këtë të vallahi s'ja vlen. Nuk ja vlen. Ti mere lapsën tënë, nëse ta qetë me ungër haram, mere. Mirë po kur të bëjsh llogarin, njerëz fatkeqësisht kur të bëjnë llogarin me laps, veç dynja në shtin aty. E çet dynja, muji, viti, nipat, dynja. Ja. Kur bëjsh llogari edhe ahiret në shtin aty. Tani me çit llogari, çka del, heca. Veç sinë edhe ahiret, edhe xhenetin, edhe xhenemin. Për shembull, çfarë kam një shans me boçit ato. Mirë po për çita të prek zjarri i xhenemit ato. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dënimi më i vogël në xhenem është me të vesh nallet e zjarrit me të vlut trut nga temperatura e naltave. Trut me vlut. Para më sikur se më shprat me qita. Thuaj me vlut trut a ja vlen tik shira ata që ty apo. Wallahi nuk e çet. Nuk e çet. Andaj thot Ibn Jauzi menaja. Më ndezë njëre. Dita e tretë që thët Ibn Jauzi rahimullah është të dinë se këtë knatësi që ti për përfiton apo për mes pasimit të epshit është kalimtare, ka fund. Po me konë që është për shembull të dikush me të vetë, apo dhe me shku në xhenet, që sot është, po të me në dynja, ku të shkësh gjithë ki me nejtë? Veç ti kallëzo ku po dëna. Të dikush vallahi qëre xhenetin speshaune, nuk di që ako atje, po thuni që më mirë, po rrjedhë që të mazis pas ka me dekë që të, ai që ja kish bërë që shtu i shkon njëri që nuk merre vesh në tregti apo.
Nuk merr vesh çka merr atë. E lemo që këtë dunia është e shkurtë, vëllai. Shkurt. Shkon, pastaj mbetet përgjithësia. Sigur që kemi thënë vazhdimisht, ai që vitin e kaluar nuk e ka agjëru muajin e Ramazanit, pse Allah zheg shumë, apo edhe fresku me ujë. E vesim sot që ta ujë që e pinë ka është. A ki alo fresk gjyksin këto? Jo, pa do të me pisat ato. Freskia ka shku, knatësia ka shku, etja është fike ka shku e krejt, që më metë? Përgjësia për Allah gjellë gjellë. Që ke jetë ato? Në mënoja. Wallahi përgjësia nuk fikët kur nuk fikët përgjësia, mbete gjithmonë. Nësa knatësia përjetume për haramit shkan. Wallahi ka përcen. Ase të nukon të gjalla se s'ki qare pa dekë. Dhe përfundona e punët. Për ku është faraoni? Keti ka pas. Wallahi, së bëna me këshur një ato piramida që i ka ndërtuar. E kupton se qëfar pushteti kanë pas, s'ka sot as sekretari, as brat. Ta ndërtuar të dikush një piramid, pa lidhe, për kush veç? Dhe pësë du me imrana, për kush të punon sot ashtu ato? A i keti ka detyru. Edhe me qka, me pa pas bila si mjetë që i bardhë, keti ka i kanë bardhë, bila las di që i kanë bardhë të ata gurë të laj. Qëfar pushteti ka pas? Ku është faraonet? Ka është? Ka përfundu, ka përëndu dili i pushtetit të ti, apo? Dhe ka met mallkimi dini mul qiyama dhe ka met pastaj dënimi i dhimbshëm deri pa fundat. Që të qenë epshëm, që të qenë. Pa aktivizoj me në Allah. Këtë dritë aktivizoj që përdan shëtaj me të kundër me të qërru. Aktivizoj këta janë push dritë me lina Allah gjendë vërën. Ika e katërt, shoqënëja dikan që i ka buvakia. Dikuj që ka buvakia, thush, subhanallah, në që ose bëj që shët, edhe filonja pa bëj që ku ka shkua. Në gjithmon të filonë në fisteku, meri tjerë. Dhe që ka i buni zotë atije, që ka i buni Allahu këtije, që ka i buni këtije, apëtëne. Këshërë, sot meri bret për i tjerëve, po kujtoj rastet të ty në kuën, kur dëndë shetani me të bua të ty si ata apër. Jo, Allah mu së mban që fëta. Kjo dritë e fuqishme që me lejnë Allah Gjellera të ndihmon ty me imposht dritat e shejtanit të fuqishme për me t'i vërbu sytat. Pika e 5 është njëri me mendu rrëth asaj që pëtë me buaptë. Që të epsë me buaptë, munarë dhe me mendu. Qa është kjo? A është diqka që ka kalu shëriati jo? A është diqka që ka kërkon logika jo? A është diqka që ka pajtot me arsyen jo? Në qka është kjo? Thjesht epsh të zarak ato. Epsh të zarak, qështë të hajvan bojnë ato. Nda njëri me që më bojnë qështu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam murazni. Namaz njëri, adhurim Allah xhallahu ala e ka bo haram me për Jezus shtazve, që thush në epsh. Namaz tu fal, zban me bo gjeste që shbën shtaza. Zban me qitë dur në cilë si qeni, nuk ban me qitë të, nuk ban me... Shambë të dyrëm që ka nërë, nuk ban si kafsha, as namaz me bo. E paran me hongër si kafsha, që ati vjen për dora, e me qëfri e pëshin që ti vjen si kafsha, a e ban njëri që të... Me ne e këtë punë. Ti bosh hajvan, bosh tazë. Që të kërëzën të atë bjenë qëtu. Thët i bëngjëzën Rahimullah, mere dhe mate. Ani pe bojmë, s'ko gale. Po, qëka më thëmë? Kur gjë? Në fund shtazë. Allahu Gjallahu thët, ulaike kel en'ami, belhum e dhallu sebila. Ata janë si kurse en'am, si hajvan. Ma dijen me devjum. Pse? Se hajvani s'ka men. Dhe jasë normal që është me bëti kush, ama ti, me men këtë me bëti këta, ma i devjum se hajvani jashtë. E përna njëri me karëzuve të mënë që subhanallah, une me ranë qëtë drejgje, që ku qëtë epshin, dëban, wallahi, gamari me kesh me ty jafën. Dëban, lopa me kesh me ty jafën. Që që apë për njëra? Si kurse njëra ke pa kur të pijet, kur dejet, qka flete, qka bëne, thmija vogël kesh me ta. Në të kuptem në që qëfar, pa men, që ka bën njëri aftë. Për këtë arsye të më thonë, për këtë arsye, që ata që e kanë përkesh, po si ka pajtu përkesh, apo, që ata kër bret në varë që ata shqetsohen në këtë ato. Nëse shojmë të kesh magarë në slopën, që bu dikush, i po qaj njëti ku të varrosët, apo, pallën këtë hajvantë, pe i shirë dhe ti që dënohet në bërët.
se u bo më i keq se ata. Edhe mendoj, e gjashta, e para fundit, thot Ibn Gjauzi rahimullah, të mendon njëri dhe të shikon se sa herë ndokush e kanë poshtur këtë epsh që e thret në ndaluarën, të keqen, sa herë dikush e kanë poshtur, gjithmonë është ngrit dhe kanë di kënaqësi dhe freski në zemrën e tij. Dhe e kundërta, thot Ibn Gjauzi, sa herë dikush i është nështruar këtij epshi, e kanë dëgjuar, e kanë ndi një poshtrim mrena, edhe pse u mundu mos me e shfaq. Domosdoshmë është. Thot Hasan al-Basri rahimullah, wallahi dhe, edhe në qofë se ju kërsasin kuajt nga zbukurimet, munduan me konë, edhe në qofë se teshat me parfum, largë një tjera atyna, thot dhullu l-ma'asijati wadihun fi ujuhihim. Thot Ibn Gjauzi rahimullah, thot në nëqmimi edhe poshtrimi i gjunajt është i qarë në tyre atyne, po e për jam shefter. Po, gjunahqari që shë, po i nënshumi i shë vallaj. E shë kur të let dikush, po mundohesh vallaj, po shije që se ki për imatë. Vallaj, zamrat e ndin, më sinqeritin e vazhdush më dikut Allah në rrët për kësa jërë. Ndijet e japë. Ndijet, që dikush është të e shkel dikun vazhdimisht, slin Allah në rrët. E mjafton që të Ibn Gjauzi, mjafton që kja, me të upë, që kja ndërë, që më poshtruhe, më nënqmu, për shkak në gjunoj. A javlin? Nuk javlin, Allah. Edhe e fundi që të Ibn Gjauzi rahimullah që e plotson këtë dritë fuqishme, thot Ibn Gjauzi rahimullah, mendon njëri dhe të shatë, se ata të cilët gjatë historisë së njerëzimit e kanë poshtur nefsët e tyre, i kanë poshtur thirrjet e vazhdueshme të nefsit për të nështruar shejtanit, për ta mposhtur zemrën. Ata që për ta ngritur zemrën, për ta mposhtur shejtanin, ata që vazhdimisht të historisë janë munduar që ta mposhtin nefsin, të mposhtin thirrjet e tina, të ngallnjen zemra, besimi, arsyet e këta. Këta njerëz gjithmonë le që janë lavdruar gjatë kohës dyne, por kanë mbetur të përmendur me përmendje të mirë sa të është dunjaja dhe njerëzit. Ndërsa të tjerët e kanë përjetuar të kundërtën atë. Dhe Ibn Gjauzi rahimullah e bën një shembull konkret, do të thotë nëse me këta ka ndodhur kështu, çfarë mërmendja me ty e me ata. Thot Ibn Gjauzi rahimullah, andaj thot vllai nderuar apo sjellë zemrën dhe dorëzoje zemrën para këtyre fjalëve që ti thash deri më tani. Dhe do të kuptosh billahi alejk, pash Allahun e madh. Të bën be Ibn Gjauzi. Thot billahi alejk. Thot kumat kujtja e Ademit që e realizoj apo ndallim me cytjen e Jusufit që nuk e realizert. A ka ndallim të madh? Wallahi shumë atë. Ademi baba njerëzimit, pejgamberi Allahu xhallahu ala. Po gjithmonë është e lidh me jetën e tij, me këtë tij që e ka hëngur. Çdo për ti. Nuk ka mundësi me fol për Ademin alayhis salam apo pa përmend që e hëngër pemën atë. Sun flet. Nëse për pejgambert e Allahu xhallahu ala, Allah e ka falë gjuna. Edhe ato Allahu xhallahu e ka tekalu, e ka përmend Kur'an për shembull për neva. Po mbetet shaja. Mbetet shaja. Sikurse ai shembulli edhe që popullin e përmend, një djalë që ka qenë pa disiplinë, pa ndëgjueshëm ndaj babës, sa herë ka bënë një sherr apo baba e ka ngul nga një gozhë në drast, apo edhe ka vendosur një djalë me dhon fund rebelimit, me dhon fund mos ndëgjimit të çka ka thonë. Bab, çdo të mirë që e bëj, ti heke ka i basi, ka në rregull është. Edhe sa herë ka bëu kabine ka heka ka i gozhë deri në fund. Atë baba pse që puna mirë, thotë sa i gozha shkon, por kanë me vrimat ato. Tash dynë edhe puna ato me mshela. E njëri ka qiet nuk ka për këtë me bot. Prandaj ruju, se një herë del faqe azez. Vallahi një herë bosh hor. Ta i mush me kon më mirë në dunja. Ti atë leçi apo Allahu na rujt.
Vallahi tjetë leqe, sa t'je gjallë, ruje nga se ato që ka e ndyt njëri vetën e ti, nuk ka kështë e pasrata. Po që ka ndytin tjetë, kimë si mu pasrata. Si kështë të të në popli, me të lidhë dikush, apo, mund është mu zgjidhë. Por me bo me e lidhë vetën, s'ka kur zgjidhë se ti e lidhë. Prandaj, apo në thot, i bëngjëvëzër Rahimullah, qëri Jusuf në alisa, edhe me ndo për Jusufin sonte, thot i bëngjëvëzër, billahi alejk, pash Allahun, kush kështë me qenë Jusufit, kështë me bove që të 5 minuta, kush kështë me konë? Aja ka qenë thirje 5 minutëshe, 10 minutëshe. Jusufi ka më thënë, ja, me gjithë të më thonë, subhanallah, kërkes me fuqishme, me gjithë do në ka qenë vetë, dyrë të mbyllë, këtë ato që i ka pasë. Thëtë, të ki mund të kishë bo, kështë e kishë pasë. Po s'Allahu gjellë, ishë harroj e pasë. Mirë po, a kështë me qenë Jusufi që këtë që u konë? Ja, valla, korrat. Qaja, qaj 5 minutës që ka honë nja'a, e ka bo, do në që Allahu Gjelle Gjelaluhu me përmen sët është jeta në këtë dunje, kur dëmë me hullë për mëranin dhe i kujtë, s'ki qara pa hullë për Jusuf në Alisa. Edhe aj ka hik dorë, lazni, ka hik dorë, që në palat cilët ka dëmë, sa i ka thonë, kërë ti me mu, palat është i jotja, a i konë, rabu konë, shëptur u konë palat. Do, ka pas një kërkes për balë një oferët madhe. Sillën në palat ka dush. Ka onë, në qofë se qmimi i kësoj sillën në palat, është lidhnimi Allah Gjellë Vala ja. Atër Allah Gjellë Vala ja ka japë mundësin në për to ka dëna japë. Se to kështë Allah dhe palatë. Andaj, ma mirë se mu lidhë me Allah, në Allah s'ki ku lidhë shëtë. Ma mirë se me respektu unat Allah Gjellë Vala s'ki që ka respektan apë. Ma mirë se me ndërgju Allah Gjellë Vala nuk i kërkon tjetër. Nëse gjonë t'i shka po s'ki, kush të ofron ma mirë se Zoti? Kush t'jap ma shumë saj? Kush të pagun ma shumë saj? Kur kush vallahi? Kur kush të pagun ma shumë saj? Pa nuk i llogari me kontrabi dikuj tjetër. Nuk i llogari me ndir dikon tjetër. Madje as nefsin tënë që e kim rana, as epshin tënë. Nuk i llogari atë. Për arsye që si ka ma herët, edhe për to që fula deri më tani. Prandaj sare të ndezët epshi, me kuptimet e tij çfarë do qoftë ato. Sigurisht ka thonë Ibn Qayyim al-Jauziyja, në vlimin e epshit, sa të vlan, fike, vlimin e ti me këto pikat e Ibn Jauzit, fike, sa ai shën dritat me të verbu, me të hub rrugën, lëshaja dritat e Ibn Jauzit rahimahullah, ti verbaja ato. Bënën këtë mënyrë ato.